këto rastet e dyta, Bubulin, falë që po ndërprej, kur fëmija lind, po dy prindrit e fëmijës nuk kanë shtetësit kosovare, aja u letëson prindërve procedurën e marrjes së shtetësisë kosovare, ky fëmijë që lindi në Kosovë pastaj? Po, letësohet procedurat, mande janë kushtet që duhet me u plotësu, që duhet me u ndjek në bazë ligjit, në bazë të udhëzimit administrativ. Do të thotë secili nga mënyrat e fitimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës i ka kushtet e veta që vetë shtetasi kur aplikon duhet me i plotësu në bazë të kërkesës të cilën e paraqet. Çka është e rëndësishme me u cek kësa ronda dhe çka kom pas vetë mundësime me has, ka qenë një ndër kërkesat që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë pas me naturalizëm. Kjo ka qenë një ndër të rëndësishmet, sepse kur kanë apliku, ata vetë nuk kanë qenë, domethënë qytetarët e Republikës së Kosovës, mirë po e kanë kuptu që priardhja e tyre dhe paraardhësit e tyre e gëzojnë shtetësinë tonë edhe i ndjekin mandej kushtet edhe procedurat për me apliku në vendin tonë. Republikën e Kosovës.